Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë debat zgjedhor kushtuar zgjedhjeve lokale këtu në RTV2. Këtë radhë do të debatojmë për komunën e Kërçovës, ku qytetarët do të kenë mundësinë të njihen më afër me kandidatët që synojnë të udhëheqin këtë komunë për 4 vitet e ardhshme. Gjatë këtij debati do t'i drejtojmë kandidatëve pyetje konkrete mbi infrastrukturën, planifikimin urban, menaxhimin e mjedisit, financat komunale, pjesëmarrjen qytetare, zhvillimin ekonomik e kështu me radhë, duke u fokusuar tek problematikat reale që prekin qytetarët e Kërçovës për çdo ditë. Për këtë debat me neve sonte në studio janë Fatmir Limani, kandidat për kryetar të komunës së Kërçovës nga koalicioni Vlen. Zoti Limani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në TV2. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Falënderime pafund për mundësinë që po na jepni të shfaqim pjesë të programit tonë, i cili ka të bëjë me realizimin 2025-2029 dhe zhvillimin e Kërçovës. Po, kënaqësia është e jona, gjithashtu me neve është edhe kandidati i pavarur Shkodran Alili. Zoti Alili, përshëndetje dhe mirë se erdhët në TV2. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit për kohën, hapësirën që na jepni, që munden qytetarët të dëgjojnë planet dhe programin tonë për zgjedhjet lokale në qytetin e Kërçovës. Kënaqësia është e jona, shikues të nderuar, gjithashtu desha t'ju informoj se kemi ftuar edhe kryetarin aktual të komunës së Kërçovës dhe kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, zotin Fatmir Dehari, por edhe kandidatin e VMRO-DPMNE-s Aleksandar Jovanovski, por të njëjtët për shkak të arsyeve të, siç thon agjentës së ngjeshur, nuk kanë mundur të marrin pjesë në këtë debat me neve sonte. Gjithsesi ne do të vazhdojmë debatin me kandidatët të cilët janë prezent në studion tonë. Zoti Limani, do të filloj me juve. Përse zgjodhet që të kandidoni për komunën e Kërçovës? Cili ishte motivi? Të shumta janë arsyet se pse kemi vendosur, sidomos në situatën kur unë edhe jam pjesë përbërëse qeverisë dhe njëri ndër ministrat e asaj që quhet Këshill Ministror. Por e para arsye dhe e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme është ikja e të rive, braktisja që po i bajnë vendit tonë dhe përpjekja jonë për të gjetur një hapësirë, mundësi të ndalojmë ikjen e tyre, të në thotë fluksin e ikjes tyre. Ndërkohë që problematikat tjera janë edhe arsye shtesë të cilat na detyrojnë të rikthehemi në atë që quhet administrim i komunës. Këtu kemi të bëjmë edhe me probleme të cilat janë serioze ma. Trajtimi i spitalit, i cili ka bën 40 vite dhe nuk është duke u ndërtuar. Kemi patur momente kur kundër kandidatin në mënyrë verbale ka goditur dhe ka thënë se kjo nuk është çështje dhe kompetencë e kandidatëve për kryetar të komunës, por ai si duket harron se unë garoj nga pozita ministër dhe për atë spital diku janë ndarë ose është sill një vendim në kuadër të Këshillit Ministror për afro 50 milion euro të cilat janë dedikim për ndërtimin e atij spitali. Do thotë arsyet e dytë është spitali, ndërkohë që arsye e tretë është infrastruktura, e cila edhe rrugët, edhe kanalizimet, edhe ujësillësi ndërtohen pas një lloj standardi. Nëse ndërtohen sot, ato pas një viti shkatërohen dhe duhet ndërtohen sërish. Tjetër arsye është ambienti, mbeturinat e kështu me radhë. Janë shumë arsye të cilat neve na tërheqin për të garuar atje. Po, zoti Limani, mbaruan 2 minutat e juaja. Më lejoni që edhe njerë t'ju rikujtoj edhe publikisht për rregullat e debatit që përgjigjet janë në kohëzgjatje prej 2 minuta, kurse keni edhe drejtën e replikës e cila zgjat në 1 minutë dhe sigurisht atë të kundër replikës e cila është në kohëzgjatje prej 30 sekondave. Zoti Alili, pyetja e njëjtë edhe për juve. Përse zgjodhet që të kandidoni për kryetar të komunës së Kërçovës? Ku e gjetët motivin? Fillimisht më lejoni dhe një herë t'ju falenderoj për mundësinë që na jepni dhe për këtë organizim ku do mundemi t'i shpalosim programet tona dhe ambicjet tona dhe e ndjej si mungesë respekti ndaj televizionit që 2
kandidatët tjerë nuk janë prezent këtu, që të ballafaqohemi në sy dhe të shpalosim të gjitha ideat. Motivi im si Shkodran Alili për të kandiduar kandidati pavarur në qytetin e Kërçovës është se jam lindur dhe rritur në qytetin e Kërçovës, vit nga shtresa e afarizëve kërçovar, ku jetojmë dhe veprojmë në atë qytet, dhe ku sigurojmë të ardhmen e familjes tonë, dhe gjatë aktiviteteve tona, qoftë humane dhe të shoqërisë civile, e kemi parë shumë të arsyeshme dhe të nevojshme që të dali një kandidat i pavarur dhe një fytyrë e re që mundet të sjellë risi dhe mbi të gjitha të mundet të jepet hapësirë figurave të reja e sidomos rinisë, se me të vërtetë edhe ne mundemi të japim kontribut në vendlindjen tonë ku jetojmë dhe ku veprojmë. Mirë, do të kalojmë në pyetjet e tjera. Zoti Alili, do vazhdoj me juve. Ju garoni këtë garë si kandidati pavarur. A mendoni që kjo do t'ju penalizoj, marrë parasysh që në vendin tonë kryesisht qytetarët votojnë mbi baza partijake dhe jo mbi baza të individëve? Si që thashë edhe në fillim, se dalja jonë dhe duke qenë afër qytetarëve të Kërçovës, na kam bindur dhe na ka motivuar që t'jemi të pavarur, për arsye se besoni se me dalë për qytetin e Kërçovës, qytetarët tanë janë lodhur nga politika, qoftë një tabori ose tabori tjetër, dhe është e nevojshme dhe ishte koha që një kandidaturë e pavarur mundet të bashkojë qytetarët e Kërçovës dhe mundet të japim më të mirën për qytetin e tonë. Kështu që ne nuk shohim se mund të kemi penalizime, përkundrazi, me vullnet dhe me energjinë tonë të fytyrës re dhe energjisë re, jemi të sigurt dhe të bindur se çdo premtim tonë do ta realizojmë për të mirën e qytetarëve tanë. Zoti Lemani, ju garoni nga koalicioni Vlen, jemi koshient këto ditë që debati publik është ashpërsuar paksa, por kjo nuk vlen edhe për ju po zhvilloni një fushat pak më të qetë. Çka i dedikohet kjo? Nuk e kam plan të merrem me të gjitha ato figurat cilët paraprake kanë ndërtuar ose nuk kanë ndërtuar vendin. Ne gjithë bashkërisht ose pa përjashtim do të duhet në gjitha këto televizione, por edhe në garën që e bëjmë në direkte me popullatën, do të tregojmë atyve dhe të argumentojmë se kush janë platformat tona, kush është programi jonë, kush është buxheti real, mbi bazën e cilës ne mbështesim të gjitha ato premtime. Ndërkohë që e shkura le të mbetet të shkuarës. Ne të gjithë në një farë mënyre jemi përgjegjës për të shkuarën. Edhe ato cilët mendojnë se kanë qenë të papërfshirë në politikë janë përgjegjës, sepse kanë qenë trup votues. Ato i kanë dhënë dikujt votën, ose në këtë periudhë 25 vjeçare kanë votuar atë subjekt politik i cili ka qenë pjesë përbërëse e gjitha këtyre vendimeve dhe gjitha këtyre humbjeve ose stagnimeve në aspektin qoftë kombëtar, shtetëror ose komunal. Do thotë, për këtë arsye dhe unë them që ne duhet në të shumtën e rasteve të fokusohemi më tepër tek platforma jonë dhe ta zbërthejmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme, me qëllim që atë ta bëjmë të prekshme për popullatën, t'i besojnë idesë dhe programit tonë, në njëjtën kohë do duhet të dëshmojmë se për të gjitha ato projekte ne kemi të siguruara mjete buxhetore dhe të jemi bindës se ato do të realizohen me afate të caktuara. Për shembull, ka projekte të cilat ne, nëse themi se spitali do të ndërtohet për 3 vjetë ose 4 vjetë, atëherë bie se ne jemi jo real në premtimet tonë. Po, zoti Limani, edhe kur jemi të projektet, nëse nuk keni replik, do vazhdojmë në pyetjet e tjera. Mund të na numëroni 3 projektet prioritare të cilat do të realizoni në 100 ditët e para të mandatit tuaj, nëse se zgjidheni kryetar komune? Në 100 ditët e para do të përcaktojmë lokacionin për spitalin, të cilin me ekipit në tim e kemi përcaktuar, po do të mbetet risi. Në 100 ditët e para çështja e mbeturinave dhe deponive tegra në nivel të gjithë Kërçovës, përfshi këtu gjitha vendbanimet e Kërçovës, do të jetë çështje e së shkuarës, çështja e qenve e Ndacak do t'i takoj historisë së shkuarës,
dhe çështja e ujësillësit për anën e Oslomes, vendbanimet e Oslomes do t'i takoj të Shkuarës, do të thotë parashikojmë një tubacion paralel me atë që furnizon termocentralin e Oslomes, me çka do të zgjidhim përfundimisht çështjen e ujit pijshëm për vendbanimet e Oslomes dhe çështja e kanalizimit për Zajazin do të jetë çështje e kryer dhe do t'i takoj historisë. Do të thotë në vazhdën e kësaj do të kemi edhe përfotësim të tubacioneve në anën e Zajazit me të cilën ballafaqohen populata në pjesën e sezonit verës, besoni se edhe në shekullin 21 nuk kanë ujë të pijshëm. Do të thotë këto janë disa nga projektet të cilat janë prioritare dhe parësore. Në të njëjtën kohë do të hapim shtegun me Margatën, të kryojmë sektoret posaçme, komunikimi me ato me qëllim që të hapim dyert atyve për të investuar në vendlindje dhe të ardhmen e tyre të shohin në Kërçovë dhe jo në viset e Evropës, po edhe të Amerikës së Largët. Këto janë disa nga projektet të cilat ne planifikojmë që të me çdo kusht të realizohen në afatin që po e përmendet edhe ju në 100 ditëshin e parë. Ju falenderit, zotja Lili, pyetja e njëjtë vlen edhe për juve, mund të na numëroni 3 projektet prioritare të cilat do të realizoni në 100 ditët e para nëse zgjidheni kryetari komunës së Kërçovës? Duke ditur se tash jemi bërë temë diskutimit rreth ndërtimit të spitalit të ri, domethënë ne kemi si projekt të parë ndërtimin e spitalit në qytetin e Kërçovës prej 2 viteve. Premtimi i dytë që kemi, shtëpinë të moshuarve për njerëzit tanë në qytetin tonë dhe strehimore për qendrën Ndacak. Janë 3 projektet, vetëm pyetet për 3 projektet, pra programi jonë është edhe ka projekte që i takon që kanë çdo kërkesë qytetarët tanë, që të përgjigjemi, mirë po unë dua ta theksoj se si kandidat i pavarur, jam ndoshta kandidati i parë në nivelin e shtetit tonë ku kemi bërë një deklaratë të notarizuar, ku për herë të parë në shtetin tonë apim afate kohore dhe atë premtimet tona i kemi bërë në bazë juridike. Pra marrim përgjegjësi juridike nëse në afatin tonë prej 2 viteve, spitali i Kërçovës, shtëpia e të moshuarve dhe zgjedhja për qendrën Ndacak do të zgjidhen brenda mandatit tonë të parë prej afat prej 2 vite. Kështu që ne jemi të vetëdijshëm për këtë çka e premtojmë, i kemi edhe lokacionet e spitalit të ri se ku do të ndërtohet dhe ja kemi dalë edhe kemi thënë edhe publikisht që do të ketë një ditë të veçantë të fushatës tonë kur do të shpalosim projektin ideor, projekt i bazuar në ligjet dhe kërkesat të Ministrisë të Shëndetësisë, kur do të shpalosim se ku do jetë edhe lokacione dhe si do të ndërtohet spitali i Kërçovës. Mirë, nëse keni replikë? Po, kam disa pyetje në lidhje me këtë, është çështje procedure, ndërtimi i spitalit, sepse më pak duan projekti fizibilitetit shkon diku 6 muaj, ndërkohë që edhe gjetja dhe vendimi në nivel të Këshillit Komunal shkon diku afër 6 muaj. Vetë procesuimi i kërkesës drejtuar kryeministrisë, më konkretisht Ministrisë së Shëndetësisë, kërkon një procedurë tjetër 6 muaj dhe unë nuk e di se si mund të realizohet një spital për diku 2 vjet. Në të njëjtën kohë unë do të kisha pyetur një pyetje të thjeshtë kundër kandidatin se si planifikon ndërtohet shtëpia e të moshuarve, e pleqve që e quajmë, dhe ku adresohet, ku do të dedikohet kërkesa për ndërtimin e kësaj qendre ose shtëpie për të moshuarit. Zotja Lili, keni 30 sekonda. Faleminderit. Spitali i Kërçovës ndërtohet me donacion nga miqtanë që janë jashtë shtetit të Maqedonisë të Veriut dhe ai spital do të dhurohet shtetit tonë për mirëmbajtje dhe mbikëqyrje të spitalit. Duhet të bëjmë dallimin se nuk jemi duke ndërtuar spital privat, po jemi duke premtuar se do ndërtojmë spital për nevojat e qytetarëve dhe ai spital do t'i jepet Ministrisë së Shëndetësisë
edhe atë më së miri e theksova dhe para se do kemi një ditë special të fushatës tonë ku do të prezentojmë gjithë projektin tonë, se si do të ndërtohet ai spital. Mirë, lutem edhe nga 30 sekonda dhe të kalojmë në pyetjet tjera. Po ju hap mundësi edhe një herë. Mendoj se është absurde, nuk mund të realizohet ajo, sepse mbi gjitha ne jemi shtet dhe veprojmë mbi bazën e ligjeve këtij vendi dhe unë mendoj se privati është privat, institucionet private vendoset dhe veprojnë dhe bëjnë projekte në mënyra të ndryshme, ndërkohë që unë mendoj se sektorit publik duhet të jepet më tepër hapësirë, sepse fundit ne nuk kemi popull privat, por jemi popull cilët jetojmë në këtë vend. Zotja Lila, për ju e 30 sekonda dhe do të kalojmë në pyetjet tjera. Do kisha dashur që mos hupim energjinë duke u treguar qytetarëve të Kërçovës se nuk bëhet spitali. Do kisha dashur që politika gjithë këto vite të kishte harxhuar energjinë se si bëhet spitali i Kërçovës, duke e ditur se në qytetin e Kërçovës premtohet 40 vite spitali jonë dhe është për të ardhur keq se disa herë ndajt mjete të buxhetit për spitalin tonë, biles edhe ga 2 herë në vit dashën mjete për spitalin dhe sot qytetarët e Kërçovës nuk kanë spital. Mirë, atëherë do të flasim për infrastrukturë, rrugë komunale, rrugë rurale, shumë rrugë hyrëse në fshatra të Kërçovës, zot Ligjman, janë të amortizuar ose pa asfalt. Si planifikoni të përmirësoni ato brenda mandatit tuaj? Cilat janë prioritetet për lidhjet rrugore mes qytetit dhe zonave rurale e kështu me radhë? Po mirë, në kuadër të vendimet qeverisë ne kemi sjellur një vendim për diku 130 milion euro për vazhdimin e korridorit 8 nga pjesa e Bukovikut, Bukojçanit deri në Kërçovë, e cila është arteria dhe kryesore e cila do të ndërlidh pastaj të gjitha ato rrugë që janë lokale dhe magjistrale në kuadër të Kërçovës. Do të përpiqemi ose në kuadër të programit ton kemi të paraparë ndërlidhjen e anës së komunës Oslomes me Kyçin ose hyrje-daljet rreth rrotullimin e parë ta quaj të korridorit 8, e cila do të jetë diku te Drogomishti i vogël. Aty do të jetë edhe Kyçi ku do të kyçen të gjitha vendbanimet edhe të anës Zajazit, po edhe të anës Oslomes nga pjesa e Jagollit, ndërkohë që rreth rrotullimi ose hyrje-daljet e pozicionit të dytë do të jenë diku te Udhkryqi që është te Oslomeja që e quajmë sot ne. Aty do të jetë edhe arteria kryesore e shkarkimit të gjithë atyre veturave të cilat hyjnë dhe dalin në Kërçovë. Kyçi i tretë ose hyrje-dalja e tretë do të jetë diku poshtë në Dërgov dhe me këtë do të lidhet i gjithë qyteti. Sa i takon ndërtimit të rrugëve, ne kemi ndajt si qeveri me programën diku 5,5 milion euro për ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës në Kërçovë, të cilat mendja më merr se do të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Aty keni pjesën e ndërtimit të rrugëve në anën e Zajazit dhe janë diku 16 projekte me të cilat mjete do të përmbyllen. Faleminderit, zotja Lili. Pyetja e njëjtë edhe për juve, shumë rrugë hyrëse në fshatrat të Kërçovës janë të amortizuara. Si planifikoni të përmirësoni ato brenda mandatit tuaj, cili është programi juaj sa i përket rrugëve? Ekipi im përbëhet prej ekspertësh që kemi planifikuar edhe në plan programin tonë se si do të menaxhohet buxheti i komunës dhe vendimet qeveria dhe ato që siguron qeveria për ndërtimin e rrugëve dhe kanalizimin në qytetin tonë. Pra, si fillim së pari do plotësojmë kushtet jetike për jetesë në qytetin tonë, për arsye se me të vërtetë është për të ardhur keq jetojmë në një qytet kur si kemi kushtet elementare. Pra, tash gjatë fushatës kampanjës zgjedhore, në përfshatra shtrohen rrugët me asfalt dhe trotuaret me kocka të betonit. Kështu që nuk i bëjmë punët nga temeli deri në çati, por i bëjmë prej çati deri në temel, për arsye se tash shtrojmë rrugë formalisht vetëm për zgjedhjet lokale, e pastaj duke e ditur se
pas marrjes së mandatit, kush do të shoh kryetar komune që do të vi, do duhet prapë të pritet ai asfalt dhe të vendoset së pari kanalizimi, udhësjellsi, edhe pastaj të shtrojnë rrugët. Pra kemi plan konkret se së pari duhet t'i zgjedhim punën e kanalizimit, udhësjellsit dhe pastaj të shtrohet asfalti që edhe banorët e fshatrave të qytetit tonë të ndjehen krenar dhe mos jetojnë si në kohën e mesjetës. Mirë, e dim që në rrugët përveç se të ndërtohen duhet edhe të mirëmbahen. Si do të siguroni qytetarët e Kërçovës që rrugët që planifikoni të ndërtoni, qofse zgjidheni një kryetar komune, do të mirëmbahen rregullisht pas zgjedhjeve këto? Pra, e kemi paraparë në planin tonë se rrugët do të mirëmbahen bazë duke detajuar buxhetin komunal në thelb dhe duke paraparë se çdo cent dhe çdo hyrje të buxhetit në komunën tonë do shfrytëzohet për të mirat e qytetarëve e jo duke harxhuar mjete financiare për fasuleta për qytetin që janë një shumë marramend se mbi 100.000 euro komuna e Kërçovës që harxhon për fasuleta për nevojat komunës dhe në këtë mënyrë jemi të sigurt se do të dalim në përkraje të çdo qytetari të qytetit të Kërçovës, duke dhënë shembull se si udhëhiqet komuna e Kërçovës. Dhe zoti Limani, si do të siguroni që rrugët të cilat planifikoni të ndërtoni që përmendet paraprakisht do të mirëmbahen rregullisht, për shkak se jemi koshient që në vendbanimet tona mungon mirëmbajtja e rrugëve. Kemi menjëherë pas ndërtimit të disa rrugëve kemi menjëherë gropa kështu me radhë. Pas planifikimit buxhetit normalisht për sanim dhe mirëmbajtje të rrugëve, është e vërtet se duhet të emërohen institucioni komun duhet të emëroj këshillat cilët do të mbikëqyrin mbarvajtjen e gjithë këtij realizimit të buxheti cilin do ta përcaktojmë ne. Me këtë, ato do të jenë kompetent që të ndjekin mbarvajtjen e mirëmbajtjes së rrugëve. Kompanitë të cilat do të kontraktohen për mirëmbajtjen e rrugëve besoj se na njohin mirë, e dinë se kush jemi ne. Nuk do të guxojnë që mjetet e marra t'i keq përdorin dhe për qëllimet e tyre, private dhe rrugët mos sanohen ashtu siç do. Do të thotë, mbi të gjitha do të jetë mbikëqyrja e gjitha atyre kompanive për atë se ai realizojnë projektet për cilat kanë marrë dhe kompetencat për t'i ndërtuar. Do të thotë, është shumë e lehtë. Krijon komisionet të cilat do të mbikëqyrin të gjithë mbarvajtjen e këtyre projekteve dhe këtyre mjeteve buxhetore, a realizohen apo nuk realizohen. Mirë, do flasim për planifikim urban dhe për procedura administrative. Planet urbanistike, më falni, shpesh edhe pengojnë projektet investive, jemi dëshmitar për këtë. Si do të përmirësoni procesin e miratimit të planit detaj urbanistik për të nxitur zhvillimin e qytetit të Kërçovës? Ne gjithë e dim se shumica e qyteteve kryesisht punojnë me planet generale të viteve 60, 70, ndërkohë që Kërçova është duke vepruar mbi bazën e planit general të vitit 65, që edhe kjo është një histori në veti. Ne kemi paraparë si shtyllë të posaçme çështjen e hartimit dhe fillimit të hartimit të planit general dhe me këtë pastaj do të hartohet edhe plani detaj për secilin vendbanim të Kërçovës. Ky plan general parashihet diku të realizohet për periudhë 1 vit e gjys deri në 2 vite, ndërkohë që mund të kushtoj diku 1,5 milion deri në 2 milion euro. Dhe me këtë ne do të arrim që mbi bazën e këtij plani general të dëshmojmë se ose të orientojmë popullatën se në cilën pjesë qyteti i Kërçovës edhe do të zhvillohet. Do të zhvillohet në lindjen, perëndim, veri ose jug. Dhe me këtë do të përcaktojmë edhe projektet
strategjike të vendit tonë. Për shembull, në kuadër të këtij plani general, ne do të parashojmë edhe ndërtimin e spitalit. Ku do të ndërtohet spitali? Ku do të kemi kyçjen me korridorin 8 me qëllim që ai spital të jetë funksional dhe sa më shpejt të mund të ndihma e shpejt të kyçet në kuadër të atij korridori 8 dhe të ketë qasje për diku 20 minuta për në orë, për diku 20 minuta deri në Gostivar, për diku 40 minuta deri në Shkupe, kështu me radhë. Do të thotë duhet ky plan general të jetë funksional dhe në shërbim të qytetarëve. Zotja Lili, pyetja e njëjtë edhe për juve, si do të përmirësoni procesin e miratimit të planit detaj urbanistik? Keni ndonjë plan në lidhje me planin detaj urbanistik? Pra të gjithë qytetarët tanë dinë se ne, asi e tha dhe kandidati për kryetar komune, se jetojmë hala në planin general të kohës viteve 60, 65 ose 70, që me të vërtet nuk i lejohet asnjë afaristi dhe asnjë qytetari të bëjë investim kapital për qytetarët tanë dhe në këtë mënyrë i ndalohet çdo mërgjimtari për të investuar, për të rregulluar qytetin tonë. Pra me ndryshimin general të planit, mendojmë se aty do ta zhvillojmë qytetin tonë, kur kemi të parapara dhe në programin tonë disa pika dhe disa premtime tona se si do të zhvillohet qyteti jonë. Pra së pari patjetër e kemi obligim që të ndryshohet plani general dhe pastaj të ecim përpara në qytetin tonë. Si do të jetë qasja juaj ndaj ndërtimeve të paligjshme dhe hapësirave të ndërtuara pa plan urbanistik? Po këtu vjen ajo që e pamundson pushteti aktual në komunën tonë që çdo afarist dhe çdo mundëgjimtar të mundë të investojë në qytetin tonë, për arsye se nuk ofrohen kushtet e kohës sotshme ose kohës moderne. Pra qytetarëve tanë ofrohen kushtet të viteve 70, ku ndalohet ndërtimi ose investimet në qytetin tonë. Për atë edhe ne sot jemi në këtë gjendje që është qyteti i Kërçovës. Me marrjen e komunës tonë në 2013, nëse e marrim dhe shohim premtimet, programin e 2013-s edhe 2017-s edhe programet të çdo cikli zgjedhor për qytetin tonë, është premtuar se do bëhet ndryshimi general i planit urbanistik, kështu që në këtë mendoj se ka keq përdorur kryetari aktual këtë veti vetëm e vetëm për të ndikuar në disa individ që të munden të investojnë në qytetin tonë edhe afaristët kërçovar e sidomos mërgata mos mundet të investojnë në qytetin e vetë dhe të mundet të haset me probleme juridike për ndërtimet në objektet që ndërtojnë në qytetin tonë. Pra ne premtojmë se do i bëjmë këtë zgjidhje me ndryshimin general të planit urbanistik dhe këtu do mundsojnë të gjithëve qytetarëve, afarizëve e sidomos mërgatës të vinë të investojnë në vendlinje që janë të përgatitur për të bërë investime kapitale në qytetin tonë. Zoti Limani, si do të trajtoni ndërtimet e paligjshme dhe objektet të cilat janë ndërtuar pa plan? Do të jemi të sinqertë gjithë. Ne kemi gjithë secili nga një hije, pas edhe unë si kandidat edhe Shkodrani edhe Dehari edhe e tjetri. Ne na njohin gjithë, Kërçova na njeh. Dhe qysh në momentin kur kemi shpallur kandidaturën mbi bazën e hijes veprimtarisë tonë, ato e dinë se që pretendojmë edhe ne. Të gjitha ndërtimet pa leje përfshi këtu edhe pjesën e shtabit, në të cilën edhe ka hapur shtabin Shkodrani, janë pjesë të cilat kanë tejkaluar kufit e lejeve të cilat jepen për ndërtim. Do të thotë, duhet një farë mënyre të jemi sinqert duke filluar nga vetja jo. Ne do të fillojmë me në radhë parë me inspektimin e gjithë atyve ndërtimeve pa leje të cilat janë diku tejkalojnë masën 78 ose afër 80 objekte të larta janë në Kërçovë, cilat janë ndërtuar pa leje. Këtu do të jenë përgjegjës edhe inspektorati komunal dhe të japin përgjigje edhe llogari për ata si kanë lejuar të ndërtohen ato objekte dhe si lejojnë edhe sot të vazhdojnë të ndërtohen
objekte të llojit të tillë. Pasi të bëjmë inspektimin, analizën e gjitha këtyre objekteve, atëherë me një vendim të posaçëm do të vendosim mbi atë se çdo të bëhet me ato ndërtime. Ne e dim se ka ligje për ndërtim dhe kuptohet në kontakt me fakultetin e ndërtimtarisë do të shohim nëse s'plotësojnë kushte që ato t'i përballojnë edhe dridhjeve seizmike, atëherë duhet të shohim variante për t'u prish ato. Ndërsa nëse plotësojnë ato kushte, do të sillim një vendim tjetër për ta parë se si mund të legalizohen ato. Keni replikë? Po, patjetër. Faleminderit. Sa i përket ndërtimet e familjes sime dhe ashtu siç e theksoi kandidati, ato objekte që i bën familja ime, pra ne si familje jemi të njohur në qytetin e Kërçovës, jemi brezi i tretë që mirremi me ndërtime në qytetin tonë dhe në investime kapitale. Dhe unë sot ndjem krenar që familja ime, edhe unë edhe vllau im, investojmë në qytetin tonë për arsye se çdo kontribut dhe çdo sakrificë të bizneseve tona private që menaxhojnë dhe sigurojmë të ardhmen e familjes jonë, e investojmë në vendlindjen tonë dhe jemi krenar. Pra duhet të bëjmë dallimin se familjarët e mi bëjnë objekte me leje, pra paguajnë komunale tek komuna e Kërçovës dhe me vetë paraqitjen time dhe deklaratën se do jesha kandidat i pavarur për qytetin e Kërçovës, në njëjtën kohë bëhen objekte pa leje. Pra duhet bëhet dallimi këtu se për arsye se mbi një shumë mbi 200.000 eurove minimumi është paguar prej familjes sime në buxhetin e komunës së Kërçovës. Njëkohësisht nëse më lejohet edhe 10 sekonda. Po, përfundoni fjalën. Nëse fillojmë në bazë të hijes tonë se gavim dhe të jemi sinqert, unë sa që kam informata se edhe zotëri Limani është duke ndërtuar një urë të shtëpisë vete te lumi që kalon afër shtëpisë të Fatmir Limani për të qelur rrugë për të dalur në qytet. Mirë, zoti Limani, keni kundër replikë apo të vazhdoj me pyetjet tjera? Padyshim që ka patur tek ai objekt një i tyre një shiri të verdhë, cilën ka vendosur inspektorati i punës, dhe unë mendoj se të gjithë e din këtë pjesë, por sido që të jetë, ne këtë do t'ja lejmë kohës dhe pasi të arrijmë të konkretizojmë fitoren në kuadër të asaj që quhet komunë, e shpjegova se do të krijojmë komision të posaçëm i cili do të merret me ndërtimet e këtilla me leje ose pa leje. Mirë, do vazhdojmë të flasim për infrastrukturë, kuptohet. A keni plane për krijimin e hapësirave gjelbërta dhe kuptohet për krijimin e ndërtimin e parkingjeve? Është e vërtetë se kemi projekt të posaçëm për krijimin e zonave gjelbërta dhe në përputhje me hapësirën dhe ligjet të cilët neve na detyrojnë dhe na obligojnë për këtë. Ka shtyllë të posaçme për çështjen ekologjike të Kërçovës. Normalisht që në atë pjesë kemi edhe të analizuar mirë se si do të zgjedhim çështjen e deponive të Kërçovës. Sa i takon çështjes së parkingjeve, ne mendojmë se ndërmarrja komunale në radhë parë duhet të ndahet në 4-5 ndërmarrje të tjera. Për shembull, jo ndërmarrje komunale të jetë përgjegjëse edhe për gjetjen e zgjidhjes çështjes mbeturinave, edhe për gjetjen e zgjidhjes së parkingjeve në Kërçovë, por ndërmarrja të ndahet për parkingje të jetë drejtori e posaçme. Ndërmarrja për park dhe gjelbërim të jetë ndërmarrje e posaçme. Ndërmarrja për infrastrukturë nëntoksore, për ujësjellsin dhe kanalizimin të jetë ndërmarrje e veçantë. Ndërmarrje për menaxhim me terrenet sportive të jetë ndërmarrje e veçantë. Do të thotë secila prej këtyre duhet të ketë ka një drejtori të posaçme dhe përgjegjësia të ndahet në të gjitha këto dhe ndërmarrja për çështjen e grumbullimit të mbeturinave dhe zgjidhjen e problemit të mbeturinave të jetë drejtori e posaçme. Do të thotë parashohim drejtori të posaçme për zgjidhjen e gjitha këtyre çështjeve, përfshirë këtu edhe pjesën e transportit publik, i cili më pastaj do të zgjidhet edhe çështjen e parkingjeve në qytet. Është absurd
të kërkojmë ne të paguajnë qytetarët parking, vend parkimin në Kërçov, ndërkohë që ne nuk ofrojmë zgjidhje tjetër. Kjo është një farë mënyre i bëjmë reket ne qytetarit duke mos i ofruar shërbimet e tjera të cilat kanë të bëjnë me transportin publik. Zoti Alili, keni plan për hapësirat gjelbërta dhe për parkingje? Po, patjetër, pra në programin tonë është parapare dhe EUPIK. Së pari, patjetër e kemi të ndryshojmë planin detal të urbanizmit dhe me aty mendojmë se aty do të zhvillohet qyteti jonë dhe do jetë një qytet që me të vërtet do thithi investime të mërgjimtarëve tanë dhe afarizëve tanë, ku parashifen disa parkinge në qytetin tanë dhe zgjidhja e asaj që parkimet me pagesë ne personalisht e mendojmë se ka qenë një jo mirëseardhje të mirë mërgatës tonë, për arsye se i bëhet një shantazh mërgatës, duke ditur se na vinë vetëm në sezonën e verës dhe e bëm qytetin tonë që t'jem parkinget me pagesë, pa i siguruar qytetarit të Kërçovës si transport publik, kursi për bicikleta edhe disa norma që i kërkojnë Bashkimi Evropian dhe shtetet të Evropës që i kanë, edhe pastaj që të vijet, me të vërtetë të sigurohet edhe parkingu me pagesë. Pra ne me ndryshimin detal të planit urbanistik jemi të sigurt se do të kemi edhe parkinge për qytetarët e Kërçovës dhe do të zgjidhet ky problem një herë për herë. Mirë, do të flasim për mjedisin dhe menaxhimin e mbetjeve. Ju, zoti Limani, edhe e përmendet, deponitë ilegale janë një deponitë ilegale, domethënë janë një problematik tjetër. Çfarë masash konkrete do të ndërmerrni për pastrimin e komunës dhe këtyre deponive? Mirë, përpara edhe se shpall kandidaturën time, kam një marrëveshje për transformimin ose gjetjen zgjidhje të gjitha atyre deponive që janë ilegale. Do të thotë e kemi vendin e përcaktuar si lokacion, po që është jashtë asaj që është territori i Kërçovës. Në këtë situatë kemi edhe me program, kemi paralajmëruar se taksat komunale do t'ule për dallim të kryetarit aktual dhe i cili ka ngritur në 2 raste taksën për mbeturinat dhe nuk gjeti zgjidhje për ato. Do të në kuadër të mbeturinave ne kemi edhe mbeturinat që i quajmë këto të fortë të ndërtimit, edhe për ato kemi parapar 2 lokacione, një në anën e Oslomez dhe një në anën e Zeazit, sepse edhe ky është një problem i veçantë, ndërkohë që sa i takon mbeturinave do ta zgjedhim mbi bazën e një modeli ku do të ketë 3 lloj pagesësh. Pagesa e parë është për ato që i klasifikojnë mbeturinat të shtëpi. Pagesa e dytë është për ato që nuk i klasifikojnë, do të jetë pak më e madhe. Pagesa e dytë për ato që nuk i klasifikojnë dhe do të kemi deponi rajonale për ato familje të cilat nuk kanë rroga, nuk kanë të ardhura në shtëpi, që të mund t'i marrin mbeturinat dhe në rast se i dërgojnë si të klasifikuara, mos paguajnë asnjë lloj çmimi, ndërkohë që në rast se i dërgojnë të paklasifikuara, do të kenë një pagesë simbolike. Do të thotë, kjo është pjesa të cilën ne mendojmë se mund të bëhet në radhë të parë me zgjidhjen e çështjes së mbeturinave në Kërçov. Zoti Alili, cilat janë zgjidhjet e juaja për pastrimin e deponive dhe për pastrimin e mbeturinave brenda komunës? Vetëm zgjidhja ne mendojmë se është qendra për riciklimin e mbeturinave, ku pretendojmë dhe mendojmë se do ta ndërtojmë atë gjatë mandatit tonë, që do ta zgjedhim një herë për herë, e jo vetëm për kohës zgjedhore, të premtojmë dhe të marrim masa që në përfshatra gati 4 muaj ka filluar të mbartet mbeturinat të banorëve të atyre fshatërve, vetëm për të shfrytzuar zgjedhjet lokale dhe pastaj mund të ketë zgjidhje. Ne mendojmë dhe jemi të bindur me qendrën për reciklim të mbeturinave, do jetë zgjedhje që ta zgjedhim një herë për herë për qytetin tonë. Mirë, si do të përmirësoni menaxhimin e ujrave të zeza dhe lumit Suçica, që e dim që është një problem i njohur ambiental në Kërçov? Aty jemi të bindur se do kemi bashkëpunim të mirë me qeverinë, duke e ditur se janë ndajt disa mjete financiare për këtë punë dhe duke marrë parasysh me pastrimin e atij të
atit lumi, mendojmë se do t'i zgjedhim të gjitha, edhe e kemi edhe në programin ton, ku ditëve në vijim do ta prezantojmë para qytetarëve tanë në një tubim solim për qytetarët tanë. Atë në atë tubim do të shpalosim platformën tonë dhe programin tonë për mandatin 4 vjeçar, ku ja kemi lënë qytetarëve ta kenë si një surprizë edhe për spitalin e qytetit të Kërçovës, edhe për shtëpinë e të moshuarve, riciklimin dhe njëjtë edhe për ujërat e zeza, që të zgjidhet një herë e përgjithmonë për qytetin tonë. Por këtë e kemi bërë me vetdije të plotë, se nuk japim premtime boshe, por kemi marrë edhe përgjegjësi juridike ku nesër qytetarët do mundin të ngrisin pandi kundër nesh, që të kemi përgjegjësi juridike dhe penale dhe materiale nëse ne nuk i premtojmë këta premtime. Mirë, zoti Limani, çfarë do të bëni për lumin Sushica? Ka një projekt, po ajo është gjigant, cilin e planifikojmë ne, nuk mund të premtojmë këtu, se mund të bëhet për mandatin e parë 4 vjeçar, sepse duhet të degëzojmë lumin e Zajazit, edhe pjesë e atij lumi, një sasi e ujit duhet të hyjë në shtratin e lumit që quheni të thatju, Sushica, për në të njëjtën kohë prej të rreth rrotullimi që është në anën e Reshtanit, duhet të dislocohet lumi i thatë ose Sushica, ndërkohë që terrenet sportive të cilat janë sot në atë vend ku janë, duhet të jetë shtrati dhe ato terrene sportive të dalin në anën e vendbanimit tjetër, me këtë edhe të bëhet funksional edhe një rrugë tjetër e cila lidh vendbanimin ose lagjën ku edhe jeton Shkodrani. Kemi plan detaj për atë pjesë i cili do të jetë shumë funksional dhe do të jetë më i miri i mundshëm. Po, është projekt i cili është edhe i kushtueshëm, është projekt kapital i cili kërkon edhe mbështetje të qeverisë. I kemi diskutuar këto çështje edhe në nivel të ministrisë, por nuk duhet i bëj, jo se s'duhet i bëj publike këtu, por nuk duhet i shfrytëzoj si pjesë e fushatës të cilën e kemi filluar ne. Kemi plan, është shumë i mirë edhe i shkëlqyer, i cili në të njëjtën kohë edhe do të jetë funksional për atë pjesë të vendbanimeve. Mirë, që të kisha dashur të flasim për idejtë, planet që i keni për arsimin. Cilat janë planet e juaja për arsimin, zoti Liman? Mirë, kemi zhvillimin e arsimit dual, zhvillimin e praktikën e arsimit tërditor në 2 turne dhe në të njëjtën kohë të fillojmë me projektin dhe planin pilot i cili parashe edhe ushqim brenda për brenda, vakët ushqimi për nxënësit. Do të fillojmë një herë për 6 muaj të parë dhe në rast se ecë ashtu siç e kemi planifikuar ne edhe në bazën e parashikimeve që i kemi, atëherë do të bëhet praktike edhe në gjitha shkollat tjera. Situata në arsim është e mjerueshme, jo vetëm në Kërçov, po në mbar hapësirat. Ne jemi në kontakt edhe me ministrin e arsimit dhe bëjmë plane të përbashkëta për atë se si do të zhvillohet arsimi në të ardhmen. Ne e dim edhe shohim, është praktike. Historiani ligjeron orë mësimore në kimi, ose kimisti ligjeron histori, lëndën e historisë. Kjo duhet të zhduket një ditë më parë si praktik dhe të fillojmë sigurim, të garantojmë sigurim mrena për mrena objekteve shkollore. Jo më larg se pardje ka ndodhur një vrasje në Kërçov, jo më larg se para 6 muajsh kishte një tentativ për vrasje në gjimnazin e Kërçovës. Do të thotë fenomeni i drogës është prezenta mrenda për mrenda institucioneve tona dhe në masën 60% janë konsumues. Po kjo përqen më e trisht, kjo përdoret ose konsumuesit janë nga klasa e 7-8 edhe 9, për këtë do të merren masat posaçme. Zoti Alili, cilat janë planet tuaja për arsimin në Kërçov?
Besoni se një ndër arsyet sepse kemi ndarur dhe kandidaturë pa mbarur është arsimi, për arsye se në qytetin tonë jetojmë në kushte të mjerueshme për sa i përket arsimit, për arsye se ne si prindër jam prindër i 4 fëmijëve, nuk e ndjejmë veten të sigurt që fëmijët tanë shkojnë në shkollat tona, për arsye se nuk kemi sigurim. Gjën e parë që do bëjmë në ardhjen tonë si kryetari i komunës së Kërçovës, do bëjmë depolitizim të arsimit, duke e lejuar drejtorin dhe arsimtarët që i kemi shumë të ndershëm në qytetin tonë, të funksionojnë me dijen dhe kapacitetin e tyre që kanë, pa më qenë vegël e kryetarit komunës, gjithë këto vite keq përdoren e shkollat tona, si ato fillore dhe shkolla gjimnazi i jonë, pra si që tha dhe zotri Limani, se ne kemi patur 2 raste shqetësuese në qytetin tonë. Jo më larg se 2 ditë në ndodhi një tentim për vrasje, ku një djalë i ri me thik hyn në gjimnazin e Kërçovës, dhe ne institucionet lokale nuk i kemi në asnjë moment të dalin dhe të hapin një preskonferencë që ato familje të shqetësuara të paktën valesojnë dhimbjen dhe shqetësimin që e kanë. Pra e shohin si gjë normale. Para 4 muaj ose 5 muaj patëm të njëjtën tentativë, ku me të vërtet ato vajza, ato fëmijë tanët, dhe ne do të mundohemi së pari të deblokojmë llogarinë e shkollave tona në nivel lokal që i kemi, dhe do të kenë mbështetjen absolute arsimtarët dhe udhëheqësit e arsimit, për arsye se kemi njerëz adekuat, me vlera, vakthejmë dignitetin, vakthejmë krenarinë atyve arsimtarëve, duke u hapur krahun atyve të punojnë me vetbesimin e vet, dhe jo duke dhënë urdhra prej kabinetit të komunës së Kërçovës. Mirë, në vazhdim do të kisha dashur të flasim për financat komunale. Zotja Lili, e dim që edhe komuna e Kërçovës, njëjtë si shumica e komunave në Maqedoninë të Veriut, ka përballet me borxhe. Si do të siguroheni që buxheti të miratohet me transparencë dhe efikasitet, por edhe si do të menaxhoni financat që borxhi të ketë ulje? Ne e kemi thënë edhe në plan programin ton, kemi edhe një pikë shumë domethënëse ku pretendojmë të bëjmë referendum në qytetin e Kërçovës, ku qytetarët do të jenë vendimarrës në çdo vendim tonin 4 vjeçar. Atë do të bëjmë së bashku me qytetarët, pra nuk do jetë vetëm Këshilli Komunal dhe kabineti i kryetarit komunës që do të cilë vendimet në zyrat e mbyllura, pra do jenë qytetarët që do japin idetë e tyre dhe do të japin pëlqimin se si do bojnë dhe çfarë vendimi do sjellet për qytetin tonë, dhe me ndryshimin e planit urbanistik dhe ndryshimin detaj të planit, mendojmë se aty do të rrisim kapitalet, do rrisim interesin për investime kapitale në qytetin tonë, ku do të rrisim edhe buxhetin tonë. Njëkohësisht do të bëjmë digitalizim të komunës tonë, prej në administrate deri te kryetari i komunës, do krijojmë një vetfaqe që e gjitha aktivitetet dhe çdo vendim dhe çdo shpenzim, çdo cent e çdo euro i komunës Kërçovës do të jetë në publik i hapur, ku në vetfaqen tonë të komunës do të shifet dhe do të ndiqet çdo euro e harxhim për qytetarët tanë. Unë kam thënë edhe vetë se si kryetar i komunës, gjatë mandatit tim edhe rruga ime do të shkojë për të mirën e qytetarëve tanë. Dhe nuk do të kesha pagesë si kryetar 4 vjeçar në komunën tonë. Nuk do të merrni rrugë? Jo. Mirë. Zoti Limani, pyetja pak shumë e njëjtë edhe për juve, si do të menaxhoni borxhin në komunë dhe si do të menaxhoni financat e komunës së Kërçovës? Kishim një paralajmërim në tubimin që e patëm në Zvicër me Mërgatën, ku kryetari aktual tha se Kërçova nga një borxh 7 milion sot është 0 milion euro borxh, ndërkohë që kjo është një mashtrim i radhës i tij, sepse Kërçova i detyrohet vetëm ndërmarrja komunale që i detyrohet diku 2,5 milion ndërmarrje studentqice, nga ku edhe furnizohet me ujë. Paraprakisht unë e përmenda, në momentin që duhet të fillojmë të planifikojmë buxhetin e ardhshëm, se ku do të shpenzohen ata, në të njëjtën kohë duhet të bëjmë edhe një raund të takimeve me gjitha bashkitë vendore, për ta parë se cilat janë projektet me prioritet të atyre bashkësive vendore, në mënyrë që më pastaj ato ti kooptojmë mrena për mrena planifikimeve buxhetore të komunës. Për shembull, në rast se
Zajazi ka nevojë jetike, ujësillësin dhe nuk e ka kanalizimin, ne duhet të shohim, të parashojmë mjete buxhetore për fuqizimin e rrjetit të ujësillësit. Nëse ta marrim një vendbanim tjetër, ka nevojë për pastrimin e një shtrati të lumit, ndërkohë që ne i imponojmë ndërtimin e ure, ne do të fokusohemi ose do të vendosim rreth par projektin e tyre. Do të thotë planifikimi buxhetor do të bazohet mbi kërkesat reale dhe me prioritet të gjitha vendbanimeve të cilat frekuentojnë. Në të njëjtën kohë do të përpiqemi që të fuqizojmë bashkësitë lokale të cilët ishin ekzistente paraprakisht duke izoluar në këtë mënyrë në degët dhe degët e subjekteve politike. Pikërisht këto desha dalë të pjesëmarrja e qytetarëve dhe transparenca, zoti Limani, si do të përmirësoni komunikimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Mendoj që është një benefit për demokracinë dhe për zhvillimin e komunës pjesëmarrja aktive e qytetarëve. Ju a keni në plan ta bëni këtë dhe nëse keni plan si do të bëni? Mirë, kemi filluar edhe me ministrinë, jemi duke punuar këtë, jemi duke e fuqizuar rinin, sidomos në të situatë në kuadër të mjeteve buxhetore, parashojmë diku 1% të buxhetit përgjithshëm, i cili është diku nga 20 milion i bie diku 200.000 euro do të jenë mjete të cilat do t'i shfrytëzojnë të rinë për projektet e tyre dhe me këtë do të bëjnë edhe pjesë përbërëse të planifikimeve të ndryshme në kuadër të asaj që quhet, dhe me këtë do të përpiqemi që ato të bëjnë përveç asaj që do të jenë hartues të planeve të ardhshme të komunës, do të jenë edhe implementues të planeve të njëjta. Është e vërtetë se në kuadër të programit parashojmë edhe për secilën kompani të re ose të rinj të cilët kanë nevojë për ngritje ose themelim të kompanive të ndryshme, të ndajmë diku nga 5.000 euro mjete buxhetore të komunës, po jo vetëm për fushat zgjedhore. Ato duhet përkrahen në mënyrë që në mandatin e dytë ato të fuqizohen, nëse kanë 5 punësime, mandatin e parë të arrijnë diku në 20 punësime. Përfshirja e komunitetit në vendimmarrje është mbi të gjitha. Dhe me këtë të hartojmë politikat përbashkëta dhe të implementojmë programe të përbashkëta në kuadër të komunës tonë. Zotja Lili, ju a keni në plan përfshirjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse të komunës? Si që thash edhe pak para, se ne jemi të gatshëm që ta bëjmë referendumin në qytetin tonë, duke dalur në përballë me qytetarët dhe duke dëgjuar hallet e qytetarëve, dhe për atë arsye dhe jemi kandidaturë pa mbarur, për arsye se jemi zëri i tyre, përfaqësojmë ata dhe bashkë me qytetarët, përveç Këshillit Komunal dhe Kryetarit të Komunës, vendime do të sjellim së bashku me qytetarët, duke bërë disa pika në qytetin tonë dhe në fshatrat, ku do të dëgjojmë të secilën zë të qytetarit tonë dhe bashkërisht me ato do të bëjmë vendimet në komunën e Kërçovës dhe unë e premtoj edhe nga televizioni juaj se Shkodrana Lili asnjë vendim nuk do të sjellë pa pëlqimin dhe pa aminin e qytetarëve të Kërçovës, edhe për atë arsye, një ndër arsyet jam kandidat i pavarur i qytetit, që mos kesha direktiva prej partive politike, po tesha direktivat e mia janë vetëm tek qytetarët e mi, që do të dëgjohet zëri dhe halli i tyre në komunën e Kërçovës. Mirë, do flasim për diasporën. Zotja Lili, si do të ndihmoni që diaspora të kontribojë në zhvillimin e komunës së Kërçovës? E dim që komuna e Kërçovës është e pasur me diasporë, ka një numër të madh të qytetarëve të cilët janë në diasporë, por si do t'i përktheni ato në investime konkrete për qytetarët të cilët jetojnë në Kërçovë? Mërgata jonë është arterja kryesore e qytetit tonë, e buxhetit tonë, pra ne fal asaj mërgatës rritemi vetë, zhvillohemi dhe rrisim familjet tona, fëmijët tanë në qytetin tonë, duke siguruar të ardhurat nga ajo mërgatë. Pra pa mërgatën nuk besoj se do ishim këtu ku jemi sot, dhe ne kemi obligim morale dhe shpirtëror që mërgatës t'i ofrojmë kushtet më të mira që e ka. Unë kam disa takime të shpeshta me mërgatën, jam në kontakt të përditshëm me mërgatën, kontaktoj me ato, bëj takime me mërgatën dhe një pjesë dërmuese e mërgatës
po jem mbështetjen për të qenë kandidaturë e pavarur dhe bashkë me Mërgatët do të ketë investime kapitale ku do të sigurojmë me digitalizimin e administratës komunale, i sigurojmë Mërgatës se do të jetë në shërbim. Po ashtu kemi parapar për Mërgatën tonë një zyrë të posaçme, ku mërgjimtarët tanë do të munden të investojnë në qytetin e tyre pa frikë se dikush do të mundet t'i kërkojë rishfet dhe t'i keq përdori. Për arsye, nëse mirë një bazë, prej 2013-ës deri më sot që folim përpara jush, asnjë mërgjimtar nuk ja kemi dhënë hapësirën dhe t'ja mundsojmë kushtet për të investuar në qytetin tonë. Pra me zyrën që do ta hapim për diasporën tonë, mendojmë se do jemi sa më afër të mërgjimtarëve dhe do t'i bindim ato me dëshmërinë tonë të vinë të investojnë në qytetin tonë, duke dëgjuar hallet e tyre dhe duke u mundosuar që ajo zyrë të mirret me çdo dokumentacion të duhur që të vanzirri Mërgatës tonë për të ardhur për të investuar në qytet. Valetsoj kushtet në qytetin tonë. Zoti Limani, ne kemi një kaptin posaçme në raport për çështjen e Mërgatës, mbështetje për bizneset vendor dhe investimet që sjellin vende pune. Mërgata bëhet partner institucional, jo thjesht dërgues remitancash, të cilat e kanë bërë për thuajse 7 dekada fond i përbashkët komunë Mërgatë biznes për projekte dhe zhvillim. Do të thotë do të kemi një fond posaçëm mes të komunës edhe Mërgatës, i cili do të menaxhohet nga 2 palët dhe turizmi dhe artizanati futen në tregun global përmes platformave digjitale. Do të thotë të dyja zonat cilat i kemi, zonën ekonomike dhe zonën teknologjike do të jetë në shërbim të Mërgatës. Por jo mbi bazën e modelit 1 metër katror €1, por mbi bazën e modelit 0 euro për metër katror, më falni, për secilin mërgjimtari i cili ka në plan të bashkoj kapitalin e tyre me disa sipërmarrje tjera dhe me këtë të vinë të investojnë tek ne. E dyta që do të garantojmë ne është, përveç kësaj 0 euro për metër katror, ne duhet të garantojmë atyre infrastrukturë në kuadër të asaj. Duhet të kenë kyçje në rrjetin elektrik, duhet të kenë rrugë të mirëfillta aty, kanalizim edhe të ujrave të zeza dhe çështjen e ujrave atmosferike. Por nuk mjafton edhe kjo për t'i bindë në Mërgatën për t'u kthyer ato në vendlindjen e tyre. Ne duhet t'u garantojmë atyve fuqi punëtore. Nëse për shembull ato duan të hapin një fabrikë tekstili, ne duhet t'u përgatisim rroba qepsa, të cilat do të përgatiten në kuadër të universitetit punëtorëve, i cili do të transformohet në një subjekt i cili do të përgatis rroba qepsa, do të përgatis saldator, do të përgatis moratore tjerë, të cilët më pastaj do të jenë në shërbim të gjithë atyre që duan të investojnë në vendin tonë, edhe një fjali shkurt të lutem për ta përmbyllur. Këtu e kam atë, domethënë do të ndërlidhemi me pyetje për shkak se kam plan të diskutojmë për iniciativat konkrete që do t'i merrni për të krijuar vende pune dhe për të stimuluar edhe bizneset lokale në komunën e Kërçovës. Keni plane të tillë? Ne jemi ulur me Mërgatën, ne jemi thuajse për çdo ditë në kontakt, sepse kemi familjarë tonë. Secili prej nesh ka diku 60% familje si ka jashtë. Secili prej tyre është sipërmarrës i suksesshëm edhe në Zvicër. Dhe këto tema trajtohen, ka 10 vitet e fundit trajtohen. Dhe kjo me qëllimin e më të mirë të mundshëm për të krijuar hapësira atyre që të kthehen këtu. Po ato kërkojnë një lloj garance dhe sigurie për të kthyer këtu. E kemi edhe planin tjetër, të cilët e kemi kooptuar në kuadër të kësaj. 3 vitet e para, asnjë nga këto ndërmarrje nuk do të paguaj tatime ose detyrime në raport me komunën. Do të thotë, për të krijuar një lloj besimi tek ato, ne do t'ju ofrojmë aty, do t'ju tregojmë si komunë çka ju japim aty dhe jo çka kërkojmë nga ato. Ndërkohë që ato më pastaj me prodhimet e tyre duhet të shquhen. Nuk mjafton vetëm kjo, duhet të kemi edhe linkun e komunikimit mirëfillt edhe me pushtetin qendror.
është e kotë në rast se ngrisim një fabrikë në këtu dhe prodhimet e saj nuk do të mund të rikëthen ato të rikëthen në vendet evropiane për ku edhe pretendojnë ata të i dërgojnë ato. Nëse për shembull një fabrik rroba qepësi nuk arrin që me afate të caktuara të përmbush detyrimet dhe marrëveshjet cilat i ka me kompanitë e jashtme të Evropës, nuk ka se që kërkon ajo kompani të investojë në Maqedoni. Do të thotë, duhet të krijojmë bindjen e thellë të ato se ne jemi serios dhe se ato nuk do të pengohen dhe kapitali e tyre nuk do të vijë në rrezik. Për këtë pjesë punojmë këto 2 vitet e fundit edhe mendoj se jemi në prag të përfundimit që të arrijmë një lloj marrëveshje të tillë me gjithë ato të cilët janë të interesuar për të investuar në vendin e tyre. Mirë. Zotja Lili, ju keni ndonjë plan për krijimin e vendeve të reja të punës dhe për stimulimin e bizneseve lokale? Ne kemi paraparë edhe një tjetër projekt në programin tonë, ku mendojmë të bëjmë një qendër tregtare të hapur në qytetin tonë, në qarshin tonë, duke i mbështetur dhe afaristët tanë kërçovar në bizneset e tyre dhe duke u dhënë mundësi që të zhvillohen edhe më shumë për qytetin tonë. Njëkohësisht jemi në diskutim dhe në lidhje të drejt për drejt me mërgatën tonë, ku presim disa mërgjimtarë gjatë kampanjës tonë të shprehin gatishmërinë për të investuar në qytetin tonë. Dhe pjesa më aktive e qytetit jonë, duke ditur se rinia ka një kapacitet shumë të madh në qytetin tonë, jemi të gatshëm që mërgatës tonë t'i ofrojmë rinin që ka kryer fakultete qoftë në IT programa e qoftë në arkitekturë e design, që të ndihmojnë mërgjimtarëve tanë, ato të ri, t'i lidhim bashkë me mërgatën tonë që në investimet e tyre që i kanë në shtetet e Evropës të munden të japin kontributin e tyre rinia prej vendlindjes për mërgjimtarët tanë, kur të munden të bëjnë një bashkëpunim duke ofruar atyre inteligjencën e tyre, duke ofruar më saktësisht edhe më i qartë programin nëse një mërgjimtar me biznesin që e ka në Zvicër, Itali, Gjermani e Austri, nëse ka nevojë për dizajn të lokalit ose të biznesit të tyre, të mundet të lidhi kontaktin me rinin kërçovare, që me të vërtet të mbështetet ajo rini dhe të mundet të vinë në shprehje dhe rinia. Njëkohësisht mendojmë se me ardhin time si kandidaturë e pavarur në krye të qytetit tonë, dhe jemi motiv shtesë dhe do kthejmë vetbesimin tek qytetarët tanë se fytyrat e reja mund të japin kontribut në qytetin e tyre dhe të vlerësohen nga ato. Dhe unë shpesh e kam thënë dhe e them edhe këtu përpara jush se unë do jesha kryetari i parë i ri në qytetin e komunës së Kërçovës dhe pas 4 vitesh do të ketë edhe 100 shkodran të tjerë që do të udhëheqin komunën e Kërçovës dhe do të bëjnë investime për rinin dhe për afaristët tanë. Mirë, atëherë e dim që komuna e Kërçovës është një nga komunat ku ka gjasat të kemi një rreth të dytë. Cilat janë zotimet e juaja për rrethin e dytë, zotja Lili? A zotoni se do të mbështetni një kandidat shqiptar kushdo që shkon nga ju në rrethin e dytë apo jo? Unë thash edhe në takimin në Zvicër që e kemi, që e organizonte shoqata e Kërçovës në Zvicër, ku e falenderoj kryetarin dhe shoqatën për nderin dhe respektin dhe mundësinë që na dhanë atje. E thash edhe atje se unë dhe ekipi im jam i bindur se do jemi në rrethin e dytë, por jam më së i sigurt edhe i vetëdijshëm edhe themi me plot bindje se 2 kandidatët shqiptar janë shumë më të mirë se kundër kandidati jonë që e kemi i përbashkët, Maqedonës që vjen nga VMRO-ja, një parti nacionaliste, që i ka pruar vetëm dëm shqiptarëve në shtetin tonë. Pra ne jemi të bindur dhe të sigurt se ekipi im, rrethi im, mbështetësit e mi do t'ja japim mbështetjen absolute pa asnjë kusht kandidatit shqiptar në rrethin e dytë, nëse ne nuk jemi. Zoti Limani, ju si do të veproni? Cili është zotimi juaj? Padyshim që asë që duhet diskutohet. Nuk janë pjekur kushtet në vendin tonë. Nuk jemi demokratizuar mjaftueshëm ne që të përzidhet më i mirë. Dhe kjo na detyron që të fokusohemi në atë arenën e luftës etnike ose ndëretnike dhe kjo i takon një të shkuar tjetër, ose një të ardhme tjetër, ndërkohë që
Shkodrani e tha, jam i bindull dhe thellë, tha që do të dalë në raundin e dytë dhe s'do të ketë nevojë të përkra dikë tjetër. Cili do që t'jap mandatin etniteti shqiptar, cili do, kush do qoftë që t'jetë ai, unë kam thënë se familja ime ka derdhur gjak për zhvillimin e Kërçovës dhe unë nuk do të turproj edhe nuk do të tradhtoj gjakun e derdhur të babait tim. Njëkohësisht, unë kam qenë edhe i dënuar 15 vjet për të drejtat dhe lirit e shqiptarëve dhe nuk e kam plan që të tradhtoj edhe idenë, edhe veten time, edhe vujtjen time, edhe familjen time. Do të përkrahet ai i cili do të përcaktoj populli të jetë përfaqësues i tij. Atëherë, mua s'më mbetet gjë tjetër, përse t'ju falenderoj që ishit me ne sonte. Ju dëshiroj suksese në fushatën tuaj, shpresojmë për një fushat konstruktive, gjithashtu shpresojmë që edhe dita e votimit të shkojë në mënyrë sa më demokratike të mundshme. Ju falenderit edhe një herë. Falenderit pafund, ne duhet të luajmë rolin e kryetarëve të atyre qytetarëve, të gjithë atyre që jetojnë atje, pa dallim feje, etnie e përkatësi, ndërkohë që pozicionet janë të përkohshme dhe Kërçova përjetësisht do të jetë e atyre që do të lindin dhe gjithë atyre që janë të palindur tek ne. Zotja Lili, falenderit edhe juve. Më lejoni edhe 1 minutë, ju falenderit edhe juve për mundësinë. Me të vërtetë ishte një takim i frytshëm sot tu përpara jush edhe përpara shikuesve të juve. Më lejoni që të bëjmë një apel që me të vërtetë të bëjmë një fushat pozitive. E tham këtë edhe unë edhe zotri Limani në tubimin, në takimin tonë në diaspor që ka e kishëm, dhe lusim edhe kandidatin tjetër, mos shpreh shumë nervozizëm, t'i loj sharjet, thyrjet, presionet dhe mos mirret me sene banale ku njerëzit e tij ose klikat e tij hapin faqe rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram ose TikTok, ku shahen nënat tona, bashortet tona, është një gjë shumë e ulët dhe i dëshirojmë që të ketë qetësi kryetari i komunës dhe të bëjmë një zgjedhje, të bëjmë një fushat shumë pozitive, se 19 do të vijë dhe do të kalojë, ne prapë do të takohemi në qytetin e Kërçovës dhe të jemi sa më pozitiv dhe të japim frymë pozitive tek mbështetësit tanë, që dëshiroj dhe i ftoj të 2 kandidatët kërkoj falje, shqiptar që mas 19 të ulemi dhe të apim një kafe të përbashkët dhe fitof më i miri. Ta lojmë qytetarin e Kërçovës, shqiptarët tanë në qytetin tanë të votojnë me bindjen e vete, jo me presione dhe jo me kërcënime. Ju falenderoj shumë për kohën. Qytetarët e Kërçovës do ta bëjnë zgjedhjen e tyre të duhur. Atëherë, qytetarë të nderuar, ju shikuat debatin me kandidatët për kryetar të komunës së Kërçovës. Ju falenderit për vëmendjen dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.